Jemi vetëm pak javë para sfidave kualifikuese të Kupës së Botës. Saktësisht 2 javë para me kombëtaren shqiptare që do të luajë në transfert ndaj Anglisë më 21 mars në Wembley. E sigurisht që tashmë ka nisur të flitet për këtë takim dhe në Angli ka marrë një vëmendje të veçantë. Pavarësisht se jemi ende në pritje për të mësuar të grumbulluarit e trajnerëve, Fabio Capello nuk ka nguruar të japë disa këshilla për Thomas Tuchel. Sipas italianit, trajneri i 3 luanëve duhet të punojë shumë në aspektin psikologjik me lojtarët që të mos kenë frikë për të fituar. Skuadra duhet të ketë vetbesim dhe sigurinë e një ekipi të madh. Një këshill kjo që vjen vetëm 2 javë para sfidës me Kuqezin. Mendoj se të gjithë trajnerët e Anglisë duhet që sapo të marrin këtë post të punojnë me aspektin psikologjik të lojtarëve. Gareth Southgate bëri një punë fantastike pasi udhëhoqi ekipin drejt 2 finaleve. Por për fatin e keq, Anglia në 9 minutat e fundit kishte frikë të fitonte pasi nuk luajti me sigurinë e një ekipi të madh, ka përfunduar Capello.